mëngjes, miq të dashur, mirë se erdhët. Të ritakohemi në Villa 24 bashkë me Katin për të nisur një tjetër puntat të përditshme në ekranin e News 24. Mirëmëngjes, Mirëmëngjes, Kati. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj një ditë bukur dhe ju ftoj këtu tek Ndioni Gatimit me njëherë për treguar recetat që përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë sot? Sigurisht vijojmë të bëjmë ato recetat festive. Dhe kam përzgjedhur sot fileto viçi ose dhe deri, të cilat do t'i bëjmë me një salsë portokalli, them unë, sepse këtë mund ta keni si pjatë, domethënë antipast, si pjatë të parë, pjata kështu, domethënë që marrim nga një festë, se nuk është diçka kjo që e bëjmë për të ngopur. Këto janë ato shije delikate që mund të bëjmë, domethënë të shtojmë në tryezën tonë për të si thuar për të bërë shefe një ditë. Për të ndjerë kështu nga këto prekjet e vogla, pak nga të gjitha. Ato zonjat të jenë mbretëreshat e tryezit, domethënë tryezës që do të jenë qoftë nënat, qoftë fëmijët, qoftë domethënë sepse në këto ditë festive mirë është të angazhohemi të tërë si familje që të nxjerrim një gjë të mirë. Mos i lodhim kaq shumë zonjanë. Po prandaj sepse dhe ato në darkë duhet të jenë domethënë të kuruara, të jenë mirë, mos të jenë të fuqishme dhe të shkëlqejnë, jo të jenë të lodhura dhe të presin domethënë thjesht për të ndruar pjatën. Nejse, e tham këtë gjë tani, por do të bëjmë edhe një sallatë ruse. Një sallatë ruse që sigurisht në tryezat tona familjare është një sallatë që i përshtatet festave qoftë të Krishtlindjes, qoftë edhe asaj, domethënë të ndrimit të fundvite. Kështu që do ta tregojmë mënyrën se si do të bëhet dhe kjo sallata ruse. Do të bëjmë dhe një sufle me miks djathrash, them unë. Mund ta bëni vetëm me djath, mund ta bëni me të shtoni pak spinaq brenda, mund të shtoni në një spec gogozhare. Domethënë ka ngacmime të ndryshme. Akoma mund të shtoni edhe kungull, domethënë që t'i jepni një tjetër shije, qoftë verdh, qoftë edhe jeshil. Këto janë domethënë ngacmime të vogla për nga pak, por si bazë është ajo, domethënë me miks djathrash dhe me një beshamel të hollë. Do ta tregojmë edhe këtë në momentin që do vi radha. Unë do të filloj me njëherë për të treguar mënyrën, domethënë se si përgatitet filetoja e gicit ose dhe e derit. Që do të thotë, këtu tek kam miell fillimisht do ta pudros. Por më përpara te mielli do hedh pak krip edhe pak piper të zi, që të marrë domethënë jo shumë. As krip dhe as piper, se do të hidhet më mbrapa. Kështu në copë, po kështu siç është, do të pritet në fet za të holla. E kuptoj, pra duhet jetë i gatuar që të pritet bukur. Po. Filetoja e dim të gjithë që është, domethënë, në mishi më i mirë dhe pjesa më e butë. Kështu që edhe do të përdorim 2 lugë gjatë për të bërë këtë pjesën e parë. Faleminderit Anila, po janë nga që kisha. Nëse të duhet, me që s'pas kemi lugë të stipër, e përdorim dhe për tjetër gjë. Ngrohet, domethënë. E nisim me shkrirjen e gjalpit. Të ngrohet edhe tigani. Në miell. E kemi. Dhe ndërkohë sa të më shkri pak gjalpi, është delikat gjalpi dhe prandaj duhet të shtohet me njëherë pjesa, domethënë, e filetos. Po, që filloj me njëherë gatimi, skuqja. Jeti ngrohtë tigani edhe vendoset me njëherë. Okej, shumë në tigan. Dhe tani të themi edhe përbërësit e tjerë. Pra, çfarë do të na duhet? Fillimisht kemi vendosur gjalpin, fileton, të cilën e pudrosëm në miell që e bëm me pak piper edhe me krip. Ndërkohë këtu kemi piperat roz, piper që është si thua kombinon shumë mirë me mjaltin dhe me portokallin, ver, që mund të deri te vera roze, jo ver të kuqe, të fortë, duam të bardhë ose deri te kjo vera roze. Gjithashtu do të kemi këto dafin edhe rozmarin. Që këto i hedhim që në fillim. Dhe sa bukur ngjajnë këto erzat këtu në degë. Ndërkohë këtu kam edhe një miks erzash. Nëse ju ndodhen, mund të hidhni. Ose, është ajo domethënë për t'i dhënë një ekstra shije, në momentin që do shtojmë pak lëngje, i shtoni një koncentrat pule, mishi, perimesh, çfarë të doni juve. Nëse doni që t'i jepni një ekstra shije. Është shumë e rëndësishme tani që të bëhet kjo pjekja nga të gjitha anët. Okej. S'mund ta them si thua, duhet që dhe është shumë e rëndësishme kjo gjë që bëhet tani, sepse nëse e marrim siç është, domethënë, e vendosim në furr, kështu domethënë të pa thyer, domethënë pa ka vërdisur nga të gjitha anët, mishi do të thahet, do të hiqen të gjitha komplet lëngjet, edhe atëherë do përfitojmë një mish të thatë dhe nuk do të kemi të fileton të cilën e duam të jetë kështu e butë
edhe të lëshoj ato lëngje, të ruaj ato lëngje në brëndësit, të na e lëshoj në momentin që neve i konsumojmë. Dhe një tjetër rëndësi është kur e nxjerrim pastaj nga fura që e heqim e lëm në një dras të pushoj për 5 minuta dhe pastaj e presim, nuk e presim me njëherë. Se të njëjtën gjë pëson edhe nëse e presim me njëherë. E presim dhe lëshojnë lëngjet dhe përsëri ajo thahet. Janë ca sekrete të vogla që kanë shumë vlerë për të patur, do me thënë, cilësin e gatimit tonë. Pa. Pra, jo vetëm tek pjesa e shijes, po të ruhet edhe ajo bukuria estetike, le të themi. Që për festa në mënyrë të veçantë ka një rëndësi akoma edhe më të madhe, sepse mund të kemi edhe mish të ftuar e tjerë, ndër të tjera duhet të krenohemi në një farë mënyrë edhe për mënyrën e servirjes të pjatave, jo vetëm të gatimit edhe shijes të tyre. Ndërkohë, unë e spërkat prap me pak piper dhe do të spërkat edhe me pak krip, sepse thamë që në momentin e parë nuk është se hodhëm do një krip mjaftueshme, hodhëm shumë pak, do me thonë tek mielli. Dhe fillojmë dhe vazhdojmë që ta kthejmë edhe nga ana tjetër. Me thënë që të marri faqe nga të gjitha anët. Okej. Dhe kujdesemi këtu. Që edhe erëzat të fillojnë të lëshojnë aromën e vetë. Vetëm e gjallë, Kati? Vetëm e gjallë. Jo, vetëm e gjallë. Ta kthejmë edhe pak kështu, do me thënë nga pjesa e anës të mpijet, themi neve mishi, ose të ngelen edhe sa aromë të mirë. Aromat e dafina, pjesa e rozmarinës, gjalpi pa tjetër. Shumë e mirë. Tani, erdi momenti që do të ashuem me verë, fillimisht, pastaj do të hedhim edhe lëngun e portokallit. E hedhim të gjithën verën, sepse do avulloj alkooli. Do të marrë të shtoj edhe cipën e portokallit faktikisht, sepse që është e vërteta i jetë shumë shije. Këto do kullojnë pastaj, që do pregatisim atë salsën. Bëhet shumë e mirë si recetë. Tani lëngun, të gjithë lëngun? Do të ashtojmë, po. Nga që është portokalli madh, po do. Në fakt është dhe fileto e madhe. Faktikisht sepse prandaj quhet salcë portokalli. Që të ndihet, do me thonë, të ketë. Nga shija e portokallit. Në fund fare këto lëngjet, sepse kjo do kaloj në furrë. Këto lëngjet që do ngelen. I shtoj dhe pak, në fakt, nuk e shtoj të gjitha. Se do gatuhet, ajo ka nevojë edhe për lëngje. është goxha cope madhe në fakt, filetoje. Tani, erdi momenti, do shtojmë dhe këtë mix erzash, është ajo që ju thash nëse juve keni mix erzash, qoftë pule, qoftë perimesh, mishi, me thënë çfarë doni juve dhe nëse doni që t'i shtoni, por sigurisht që nëse e shtoni, ajo do të ketë një shije shumë të mirë. Edhe salsa pra lëngu që do të mbetet edhe mishi gatuar. Është momentit që të shtojmë tani edhe mjalti. Dhe pasi shtojmë këtë, do ta vendosim pastaj për ta çuar, do ta vendosim në një tavë. Mirë është të kemi një tavë të mbledhur. Unë kam menduar, do me thënë, ose në atë tavën e bardha atje, ose ta vendos te kjo tava që kam këtu, që të mblidhet, jeti mbledhur, që mos të më thahet. E kuptoj. Që të rridhe brënda lëngjeve të kësa gatuhet në furrë. Edhe të marri edhe shien e lëngjeve. Do ketë nevojë të mbështillet me letër, apo e zbuluar? Jo, kështu siç është, por në një moment, do me thënë, për 20 minutat e para i lëm kështu siç është, do me thënë, që vendosim në temperaturën 200 gradë, pastaj i bëjmë edhe një kthim nga ana tjetër, e lëm edhe një 10-15 minutë tjetër dhe është gati, nuk ka nevojë më tepër. Nuk, si thua, zihen shumë këto, nuk piqen shumë. Aha. Duhet të rinë të buta. Është për ata që din ta konsumojnë fileton. Okej. Pra shtojmë në një tavë, në këtë rast në një tavë të thellë, të vogël. Kjo është ajo që thamë që neve nuk do t'i vëmë shumë. E kemi sa për 2 feta se cilit
është tjetër gjë. Ne po tregojmë mënyrën e të gatuarit. Sigurisht që gjithmonë themi se në varësi të numrit të personave për të cilët ju jeni duke gatuar, do të shtoni edhe përbërësit. Ato lëngje që do të ngele nga pjekja e filetos, do t'i marim, do t'i hedhim në një tenxhere të vogël, do t'i reduktojmë dhe do të kemi salsën për të shoqëruar fileton që më mbrapa do t'a presim në fetza të holla, do t'a shikojmë më mbrapa se si do të bëhet. Tani e kemi gati për ta vendosur në furrë në një temperaturë 200 gradë dhe do t'a lëmë, tham, në fillim fare për në 20 minuta, do t'a kthejmë nga ana tjetër, do t'a lëmë edhe një 10 minutë tjetër dhe do t'a kemi gati pastaj për ta nxjerrë nga furra. Ikëm. Shkojmë në furrë, gjithmonë furrën e kujtojmë edhe për na duket sikur I themi shumë shpesh ca gjëra, po le t'ja u kujtojmë që gjithmonë furra duhet ngrohur përpara, pra të fillojmë me një herë gatimi, mos presi asnjë tava ty brenda derisa të fillojë të ngrohet. Ndërkohë që Kati bën ato sistemimet e veta në pak sekonda, unë dua të marr kohë për t'ju përmendur e për t'ju propozuar disa nga produktet ushqimore që ne zgjedhim të gatuajmë çdo ditë këtu në Vila 24, produktet që na ofrojnë pa diskutim një cilësi maksimale, freski, sigurinë që e kemi shumë të rëndësishme dhe patjetër pas të gjitha këtyre edhe shumë shije. Ndaj, po e nis me mielin, meqense jemi edhe në muajin dhjetor, në muajin e festave, ku ndër të tjera do të përgatisim baklavan, byreqe të ndryshëm, kulaçin e gjelit, pra për ta bërë atë me përshesh etj. Kështu që ne vazhdojmë t'ju propozojmë mielin Ola nga kompania Atlas për të gjitha llojet e recetave edhe gatimeve tuaja. Mielli për çdo përdorim, pikërisht mban këtë emër për të kuptuar se mund ta përdorni në të gjitha llojet e gatimeve, por natyrisht që nuk mbeten më pas edhe variantet e tjera në logon e miellit Ola, siç është mielli për pica, mielli bio, mielli I misrit, I bardhë apo I verdhë, mielli integral, ose mielli I përgatitjes së ëmbëlsirave, janë ato paketimet e vogla që I pam para pak sekondash në ekran, në ngjyra shumë të këndshme për syrin, kundër të tjera kanë brenda jo vetëm mielin, kanë pluhurin fryrës dhe aromat që ju po I shikoni si portokalli, çokolata, vanilja. Kështu që shtojini edhe ju shtëpisuaj dhe gatimeve tuaja këto produkte për të ndjerë shumë krenar në momentin që do të vendosni pjatat në tryezën tuaj, edhe do fillojnë të pyesin me çfarë bën këtë, si e përdor këtë, me çfarë mielli I ke zënë petët e baklavas etj. Vijojmë më tej me një tjetër produkt shumë të rëndësishëm për të nisur apo për të vazhduar apo për të përfunduar ditën. Dhe them kështu sepse veza I gjen hapësirë kudo, veza O Vital, e cila na bën të nisim një ditë me një plan ideal, duke na dhënë mundësinë të furnizohemi me të gjitha vlerat ushqyese që na duhen në nisjen e një dite. Veza duket si një produkt shumë I vogël, po në fakt aty brenda asaj kokrës magjike gjendet gjithçka e rëndësishme për të shtuar vitaminat dhe gjithçka që trupi ynë ka nevojë. O Vital vjen super e freskët, është një vezë e cila është e kujdesur që në zanafillën e saj, në hapësirën që I dedikohet mënyrës se si vezët do të vinë në shtëpinë tonë, në transportin super të shpejt, me një siguri që në paketim, në datat e skadencës dhe në gjithçka që ne na duhet. Gjithashtu edhe në numrin e kokrave të vezëve që ju do të zgjidhni për t'i mbajtur më gjatë në frigorifer apo për të mbaruar të gjitha këto gatimet që do të keni në gjatë festave, ku me siguri do të bëjmë pak më shumë pazar. Nga 8 deri në 15 kokra, vezë të bardha apo të kuqe, cilësia është e sigurt në çdo kokër dhe në çdo stin të vitit. Do doja të vazhdoja më tej, meqense e kam këtu edhe ju po e shihni, është sigurisht Lufra, është kompania Lufra që është familjare për të gjithë, po mbaj qumshtin meqense është edhe baza e Lufrës, ku prej ti më pas vijojnë të gjitha nën produktet si kosi, gjiza, djathi, I bardhi në variantin e deles apo të lopës, në paketime në përmasa të ndryshme, në qeska apo në ato ambalazhet me shëllir për ata që duan të ruajnë të tilla, dhalla me shijen e saj klasike apo edhe me shije të tjera, kefiri që është një probiotik 100% natyral, shumë I rëndësishëm dhe me vlera në organizmin tonë, gjalpi pa diskutim që ende ndjejmë aromën këtu në studio. Për një jetë plot të mira, kompania Lufra është pjesë e Vila 24 dhe e shtëpive tuaja dhe për këtë jam e sigurt. Unë e lë gjithmonë në fund, por si shumë mama jam e sigurt që salçiçet janë të preferuarat e frigoriferit, sepse janë të preferuarat e fëmijëve.
Salcicet Vudi janë salcice pule, super të freskë këta, në përmasa të ndryshme, që nga ato salcicet më të vogla, e deri më të mëdhat, për të përgatitur hot doget tuaj të preferuar, të mbushura me djath, apo të thjeshta, janë realisht shumë të shishme dhe unë e di që zhduken nga frigoriferi. Po u hapa ajo qeska e Vudit, nuk është për shumë pak minuta, nuk e ke më. Sigurisht, sidomos për fëmijët. Po, se i marrin i konsumojnë edhe kështu, po, pa buk, pa gjë. Të preferuara, dhe mirë bëjnë, sepse I duan. Në çdo moshë kemi domethënë mënyrat e të ushqyerit. E vërtet. E kemi të nevojshme edhe atë. Këtu kanë vendosur, ne do bëjmë atë suflen që thamë që do ta bëjmë me miks djatrash. Nëse do diçka nga mua, më thuaj. Do marrim edhe atë tenxherën këtë Anila, po fillimisht do vendosim këtu në tigant të Cilën nga të dyja Kati? Atë të bardhën. Se do bëj një krem bechamel. Para se të bëj, domethënë, do ndaj, më duhen me 5 kokra vezë. Po. 5 kokra vezë. E lëm spinaqin, ashtu si shtem gjithmonë, tullet vëllimi, kjo është e rëndësishme, pasi do të më zbutet që të ullet vëllimi, do të lëm që të ullet edhe temperatura, faktikisht, dhe do të kemi pastaj për të përgatitur suflen. Dhe kohë që po na bëhet kjo gati, ta lëm këtu, të se do na duhet, ndajmë vezët, të lutëm Anila, marrim një kështu që të hedhim këtu të verdhat. Të ndajmë të verdhat nga të bardhat? Po. Aty kemi vetëm spinaq, apo ka dhe jeshillëqe të tjera? Jo, vetëm spinaq. Vetëm spinaq, okej. Nëse dua, mund të shtojmë dhe mund të shtojmë edhe majdanoz. Edhe majdanoz, pa kopër, në erza, nëse do të kemi për shembull vetëm me djatra, do të më pëlqen dhe vetëm që të shtonim pak rozmarin, ose edhe majdanoz, vetëm o njërën o tjetrën. Ndërsa, kur e kemi që shtojmë edhe spinaq, mund të shtojmë, me thënë, majdanozin, pak kopër, edhe mos të shtonim të mund pjesën e rozmarinës. Okej. Pastaj këto janë shijet e gjithë secilit. Po, nuk është se preferencat, po që shkojnë, edhe njëra, edhe tjetra. Kati, sa të mbarosh edhe 2 vezët o vital që të kanë vetur, të lexoj recetat unë? Po, mund t'i lexosh. Shpejt, le t'japim pak recetave në ekran. Lexojmë së bashku përbërësit fileton e viçit ose të derit, ne e kemi vendosur në furrë, këto janë përbërësit me të cilët e kemi përgatitur. Pra, fileto viçi ose deri me salcë portokalli, përgatitur me 700 gram fileto, 2 lugë supe gjalp, 2 lugë supe miell, 2 portokaj, 1 lugë mjalt, 2 gjethe dafine, 1 degëz rozmarin, 1 lugë supë dhe kokra piperi roz. Sufle me mix djathrash, spinaq dhe vezë. Na duhen 5 vezë, 2 lugë supe miell, 2 lugë supe vaj ose gjalp, 500 ml qumësht, 250 gram spinaq, 200 gram mix djathrash kaçkavall, krip, piper, rozmarin. Salatë ruse, sërish një salatë që ne përdorim gjatë festave të fund vitit. Do ta përgatisim me 2 patate, 1 karot, 1 filxhan çaj bizele, 2-3 kastraveca turshi, gjys filxhani çaj speca të kuq, 2 vezë, gjysmë kokre limon, 1 filxhan çaj majonez, 1 lugë supe vaj ulliri, kopër dhe majdanoz. Kjo është receta e sallatës ruse që edhe këtu Kati me çdi ka variante të ndryshme. Po, në përgatitjen e sallatës ruse. Do i themi në momentin që do të vi përgatitja e sallatës. Atëherë të dashura Anvisa, mikeshat e mia, shikoni, vendosëm spinaqin, atë që them gjithmonë, spinaqin nga që e dua që t'jetë kështu jeshil dhe të më ruaj ngjyrën dhe vlerat e tij, thjesht 1-2-3 minuta, nuk do më tepër. Nuk vendosim kapak, asnjë nuk i vendosim kapak, sepse kapaku e nxin dhe lëshon edhe lëngje të tepërta, gjë që neve duam që nga avujt, ne duam që t'jetë kështu. Spinaqi, i thatë, mos ketë ato lëngjet i ketë brënda në brëndësi, të ruaj vlerat ushqimore në brëndësi. Pra, ato, si thuash, ca ngacmime të vogla bëjnë diferencë në gatim. To janë ato sekretet që di një kuzhinjere e mirë. Jo unë. Si Kati. Jo unë. Atere, bëjmë edhe këtë që do t'na duhet me 2 lugë gjalp, dhe është mjaftueshëm ky gjalpi. Okej. Edhe t'ja lë këtu këtë që të nxjerrë. Një të vogël nuk do lëm të na shkoj dëm nga lufra. Miellin, Anila, të lutem. Miellin, këtu kemi, sa të duhet? Diku të 100 gram. Marin, se s'ka nevojë. Kemi gjithsesi është mjaftueshëm.
e pudrosim. Ajo ishte mbushur plot, do ta hedhim më pak. Urdhë Anila, faleminderit. Të lutem. Tani ndërkohë bëhet kjo kavërdisja e miellit dhe do të shtojmë këtu edhe qumshin. Okej. 500 ml, pra është ajo, do me thënë, si thua beshamela e hollë. Beshameli hollë që bëhet salsa roux që quhet në gjuhën franceze, sepse që është e vërteta, kjo është një recet franceze që bëheshin në këto shtëpit mbretërore. Ashtu ë? Po. Edhe, sidomos ata e bënin për këto festat e Krishtlindjeve të fund vitit, dhe këtë suflen, për shembull, dhe janë ato, si thuash, tavat enkas për sufle që janë në formë, me thënë, këto janë për një person. A dhe i bënin kështu racione? I bënin një në atë tavën që është më e plot, do të them që janë në porcelani dhe janë të thella, do të thënë kështu. Dhe e vendosnin dhe thoshnin, do me thënë, nëse kush do të dilte sufleja se merë volumin, do të kenë mbarësin, ashtu do të tregohet dhe mbarësia e vitit, do të kenë një mbarësi të mirë, me supersticionet e festave, do me thënë, që janë gjithmonë shumë kurioze. Kështu dhe ajo, është një simbolike, kështu që është mirë që edhe neve pse jo ta përgatisim dhe të shojmë, por ka një të keqe kjo që duhet të bëhet në moment, sepse bie sufleja. Ashtu si shërrit volumin, ashtu edhe bie nga volumi. Në momentin që del nga fura, ajo duhet, do me thënë, të serviret në moment direkt që del nga fura. Prandaj janë edhe këto enët që janë enkas që të serviren kështu në tryes, me atë tavën që i vendosim në furë. E kuptaj. Janë shumë të rëndësishme. Shumë interesante janë recetat, historikët e vëndeve të ndryshme, kulinaria. Ka historinë e vetë, faktikisht. E vërtet. Dhe vlerat e veta. E hoqëm dhe atë pjesën e saj. Tani do të na përgatitet kjo. Ndërkohë do të kemi këtu edhe, të lutem Anila, edhe djathi më duhet. Djathin e... Do të marim atë paketin. Kemi edhe të grirë dhe të pagrirë. Po, do marim atë. Do shta do shtojmë edhe pak nga aji tjetri pastaj. Po na u desh. Ne kemi gati, sepse Luka na ndihmon që mos harxojmë kohë për ta grirë. Megjithatë, nëse do të na duhet të shtojmë më shumë, do të marrim kaçkavallin tjetër që e kemi në copë, që e ka shumë të mirë në fakt. Pak na lidhet pak pjesa, do me thënë, e kremit. Do të shtojmë këtu të verdhat e vezëve, do të shtojmë edhe djathin, do të bëhet si thua një mix kjo pjesa, do me thënë, me kremi. Okej. Pastaj më mbrapa do të shtojmë edhe spinaqin, vezët do t'i rajmë, do t'i kthejmë në mareng, duke shtuar një majës krip, ose pak lëng limoni, që t'jetë kështu e mbledhur e fort, dhe unë, do me thënë, kam konstatuar që kur hedh krip ose lëng limoni, më ikën dhe era e vezës. Po, për ata që kam thënë gjithmonë që e bardha përmban, do me thënë, erën dhe jo e verdha. Dhe dikur urdhon. Ne, është ai momenti që duhet bëjmë një pushim të vogël. Po mirë, neve do të presim, nuk do me thënë këtë kremin që të lidhet, ndërkohë do të kthejmë vetëm vezët në mareng që të heqim dhe atë zhurmën që juve mos ta dëgjoni. Edhe do ju presim këtu, do të jemi gati për të treguar mënyrën se si veprohet më mbrapa. Në rregull, mirë, mos u largoni. Këtu jemi, ju presim pas pak. Jemi rikthyer në studio, vazhdojmë të jemi në Vila 24, vazhdojmë të jemi në këndin e gatimit bashkë me Katin Duar Art, që nuk pushon asnjë moment, edhe gjatë kohës që ne shkëputemi, vijojmë edhe të kthejmë gjysmë gati, le themi, ato procese gatimi në mënyrë të veçantë kur duan zhurmë, meqense ato rrahjen e vezëve ne e kemi kryer, të bardhave të vezëve. Kati është duke shtuar pak djath tani, kaçkavall dhe bëj një kujdes, Kat. Okej, ndërkohë unë po lyej këto tasat me i gjalp, sepse na duhen të tilla këtë detyrë më dha Kati për të bërë. Çfarë ka? Televizin ndonjë gjë? Televizin, makineria. Okej, sepse do t'i vendosim këtu brenda. E shikon marenga, do me thënë, kur nuk kthehet, tani mos na bien këto topsat e vogla që u kryen nga dalja këtyre, atëherë themi që është bërë tamam ashtu siç duhet. Okej. Sepse kështu na duhet edhe për këtë. Tani ndërkohë këtu ta fillojmë me një herë, do me thëmë për të treguar 2 lugë miell, 2 lugë gjalp dhe 500 ml qumësht. E kthyen në një salcë të hollë bechamel.
pra në këtë mënyrë. Tani këtu është momenti, le t'i heqim, t'i shmangim, t'i sillim këtu edhe t'i sillim gjërat me radhë. Që do të thotë nuk ka nevojë më për temperaturën e sobës. Kemi të verdhat e vezëve që i hedhim një nga një dhe duke i përzier shpejt që mos të na priten. Si që shikoni, i hedhim një nga një, duam të piqen, po mos të priten. Na bëjmë kështu si trej kremoze. Edhe anët, pa tjetër, i hodhëm. Është momenti të shtojmë edhe djathtin. Do të përdorim të pakun e djathtit, me qënë se do të përdor të gjitha njëra, po e pres edhe pak më poshtë. Po, prite se nuk do e mbyllim më. Nuk do të mbyllim prap. Kështu që këtë djathtin na duhet i gjithi. E trazojmë të shkri djathtin. Ndërkohë që mbasi kemi hedhur djathtin, do shtoj edhe pak nga ky djathi tjetër kaçkavall me që për të dhënë një tjetër shije. Falë diku këtu s'do më duhet, më është mjaftueshëm. Një përmbledhje të shkurtër, po e bëj unë. Por ju që sa keni parë nga fillimi, në furrë kemi një fileto viçi të marinuar, gatuar pakës në tigan, pudrosur me miell, një skuqje në gjalp nga të gjitha anët, shtuar më pas 2 gjethe dafin, disa degëza rozmarin, disa kokra piperi të kuq, pak piper të zi, krip, pakës koncentrat, ja, shikoni sa e mirë po bëhet. Fantastike, lëng portokalli, tip portokalli. Ndjes Anila të them visën tani që ndolëm neve që ishim në pushim, i bëm një kthim nga ana tjetër, atë që thash në 20 minutat e para i lëm kështu, dhe kthejmë dhe nga ana tjetër për të marrë domethënë atë shije. Po mund ta hapësh, jo s'ka asnjë nevojë ajo sepse tani Anila nuk ka problem. Tani është momenti avash për të hequr ajo. Ashtu ë? Do ta heqim, po. Është në lëngjet e veta, lëngjet të cilat ne do t'i kullojmë edhe do t'i kthejmë në një salcë që më pas në një pjatancë të bukur e shërbyer e prerë në feta të holla do duket perfekte për tryezën e festave. Atëherë, ja jemi këtu në momenti që e shtojmë këtë kremin, shikoni se e mirë u bë. E shtojmë këtu te pjesa e spinaqit edhe të ulet temperatura dhe do të bëhet bashkimi tani me vezët. Me të bardhat e vezëve. Shumë e mirë duket. Më pëlqen dhe kjo receta, ndërkohë do bëjmë dhe sallatë ruse. Po, i kemi raditur për bërësit. Ka ti qëroj unë vezët ndërkohë? Po të lutem, faleminderit Anila. Ato do qërojnë dhe do i presim. E ja. Edhe kështu si që është, kjo bëhet shumë me mirë. Tani, pjesa e të bardhave është ajo që neve bëjmë sepse në arrit volumin. Ajo i jep volum. Pra duhet më kjo. Edhim pak të fillimisht edhe pas ta tjetërën do të kthejmë tek pjesa. Sa e lezetshme si flok bore. Po, mamë për Krishtlindje. Dinin dhe i bënin, do me thënë ato. Po, i përshtasnin dhe me stinën dhe me shije dhe me pamjen. Kjo duhet bërë, do me thënë, si e themin e tani, duhet ledatuar gjella që të bëhet e mirë. Nuk duhet të ta trazojmë, të japim forcë. Sigurisht do me thënë të hyjnë në brëndësi marenga, të lidhet me kremin, pra nda bëhet kjo punimi parë, tani do të ashtojmë këtu të kjo pjesë dhe do të bëjmë të njëjtën përzierje dhe vjen momenti pastaj që do të ndajmë në forma që neve kemi përzjedhur. Në një tavë të madhe, por që duhet jetë e thellë dhe duhet jetë porcelani ose do me thënë balë të porcelani, diçka e tillë, me dojë mos. Ta heqim fare kjo, s'na duhet më. E trazojmë, të njëjtën veprim bëjmë, duke vendosur marengën në brëndësi. Duhet të ndezim furrën, ta kemi në temperaturën 180-190 gradë, dhe do ta lëmë për 20-25 minuta, dhe kjo varet tani nga madhësia e tavës që ne do të përzjedhim. Këto që janë për një person, duan dhe rreth 20 minuta.
Ndërsa ato të tjerat, i shikoni, do me thënë, ajo duket, në momentin që rrit volumin, është bërë gati. Edhe ka marrë atë ngjyrën e bukur lartë. Ja, a i shikoni që marenga qëndroi, nuk rriti volumin edhe na umbushtasi. Nga një tas që kishim bosh, me hedhjen e marengës brenda, duke e përzirë kështu nga poshtë lartë, tamam si bëjmë atë pandispanin, është e njëjta gjë. E kemi gati, tani dua ta proj. Të tja... Më mirë, atë që se i ketë sistemuar në rregull. Anila mi ka lyer të gjitha format me gjalp, është e domosdoshme dhe kjo pjesa që ty lyje me gjalp. Edhe tani hedhim masën e përgatitur. Faleminderit. Të lutem. Edhe këto do t'i hedhim në 3/4 tani, nuk do t'i mbushim plot fare, sepse ato do të fryen. Do rrisin volumin, kështu që... Ja, kaq. Tash është shumë e rëndësishme që t'i keni të lyera me gjalp. Gjithmonë ata i hidhin në masa të barabarta, Anila të lutem me pak pastrim. Po, ja e nxora një pecet për këtë gjë. E hidhin në masa të barabarta që mos të kishte hile, se thoshnin që ai që mori volum më tepër është sepse keni hedhur më tepër nga kjo mbushja. Kështu që i shikonin shumë këto gjëra, prit ta hedhim dhe këtë tjetër dhe pastaj shikojmë. Po, se ku shtojmë edhe ku jo. Po më duket sikur si mirë, si fiks duken. Është tamam këtu. Mirë, ne nuk do bëjmë gara. Ja. Mirë, do ta shikojmë se kush do marrë më shumë. Nuk i caktojmë emrat tani neve këtu. Ja. Ideja është që ne nuk do kemi kohën t'i presim aq minuta sa do të duan në kohë reale. Besoj se do arrim, Anila. Thua? Se janë të vogla këto dhe nuk ja, do ta shohim. 15-20 minuta do t'i shikojmë. Po si kemi, pra nuk i kemi 20, po. Ja t'i shikojmë, sepse ajo është dhe bukuria e sufles. Po, kur fryhet. Shumë të lezetshme recetat sot. Mund t'i vendosim direkt. Do nxjerrim, ja, ku janë, do vendosim në furrë. Tani kisha do duhet të ndezur, po vendose lart më mirë, po. Ku? Këtu apo më sipër? Jo, aty. Ti kishin vënë pak tavë, mund t'i heq Anila t'i vënë pak tavë që na bëjnë shpejt? Po mos na, direkt në tel. Do thua ti, do jenë të nxehta pastaj, po hajt. Do nxjerrim me dorez. Thjesht ti shikojmë, domethënë të na bëhet ndonjë shpejt që ashtu do na vonoj. Okej. Mirë. Tani do merremi me sallatën ruse. Patate, bizele, kastraveca turshi, karot, majonez, limon, të prera në kubik të vegjël, vezë të ziera. Kati, harrova gjë? Jo, i kemi të gjitha. Ato që janë në tryez janë të gjitha. Jo, filejoja sa e mirë. Bëhet shumë e mirë kjo. Ta heq këto nuk na duhet kjo. Ajo që duhet, ajo që thash në fillim fare, vendosim tani që të pushoj. Dhe ta kemi gati pastaj për ta prerë në fetza dhe ta servirim me lëngun që do të përgatisim tani. Po, që do ta kullojmë edhe do ta lëmë në një enë për tu lidhur pak më shumë salca, pra për tu kthyer në një salcë. Në salcë. Por që kjo dhe do shtojmë dhe pakës gjalp në momentin që do bëhet kjo reduktimi i kësaj, pak gjalp që t'i japi ekstra shi dhe sigurisht që edhe ta lidhim më mirë salcën. Shumë mirë. E lëm, kjo do qetësohet, bëjmë sallatën do shikojmë sa të reduktohet edhe ajo. Okej, mirë. Tani këtu jemi tek pjesa e sallatës. Sallata ruse. Na duhet një tasë. Na duhet një tasë. Shojmë pak recetat me një lexim shumë të shpejt. Shpejt se duhet në fakt japim kohë gatimit, po e di që si kemi parë në këtë pjesë të dytë dhe do të na i doni, do na i kërkoni ku është receta. Fileto vici ose deri me salcë portokalli 700 gram, fileto 2 lugë supe gjalp, 2 lugë supe miell, 2 portokall, 1 lugë mjalt, 2 gjethe dafine, 1 degëz rozmarin, 1 lugë supë me kokra piperi roz. Sufle me mix djathrash, spinaq dhe vezë. Na duhen 5 vezë, 2 lugë supe miell, 2 lugë supe vaj ose gjalp, 500 ml qumësh, 250 gram spinaq, 200 gram mix djathrash kaçkavall, krip piper rozmarin.
Dhe tani jemi gati për të nisur sallatën ruse me këto përbërës. 2 patate, 1 karot, 1 filxhan çaj bizele, 2-3 kastraveca turshi, gjysmë filxhani çaj speca të kuq, 2 vezë, gjysmë limoni, 1 filxhan çaj majonez, 2 lugë supe vaj ulliri, kopër dhe majdanoz. Ja kështu. Kjo sallata që është aq e shishme edhe duhet konsumuar me nga pak, se është dhe pak temperaturë. Ti jap temperaturë. Sepse jepi pak në maksimume do? Po, sepse nuk kemi kohë që të... Tani, sallata ruse është shumë e thjeshtë për të përgatitur. Mjafton që të kemi përbërësi, që do të thotë, duhet të kemi patate të cilat do të kemi të prera në kubik, kemi këto bizelet, duhet të kemi shumë kujdes për punën e bizeleve, do të japim, nëse kemi të ngrira, do të jepni një val, dhe pastaj do t'i vendosni të zjeni në ujë të ngrohtë, do t'i jepni një val, do t'i kulloni dhe do t'i vendosni në ujë të ftohtë, me njëherë që të ruani këtë ngjyrën jeshile. Jo të nxjerrim bizele. Bizela duhet të jetë kështu jeshile, ketë atë ngjyrën e mirë dhe sigurisht kur e kemi jeshile ruajmë dhe ato vlerat ushqimore që përmban bizelja. Gjithashtu edhe karota, dhe karota na nxjehet nëse ne nuk dimë që ta zjejmë. Edhe karota nuk do shumë zjere, një 5 minutë dhe është shumë madje 2-3 minuta. Edhe kjo të njëjtën gjë, domethënë të kalohet në ujë të rrjedhshëm të ftohtë dhe i kemi kështu, domethënë të bukura. Gjithashtu këtu kemi edhe kastravec turshi që është i pasvendësueshëm dhe pjesa e sallatës ruse. Tani sipas dëshirës këtu në vende të ndryshme shtojnë edhe fasule të ziera. Që ashtu, patjetër që ke dhe misër, fasule të ziera dhe këto pastaj kalon në një tjetër lloj sallate. Ka ashtu kapari i shtojnë, domethënë për t'i dhënë një tjetër shije delikate dhe kështu, por tradicionale është vetëm kështu. Dhe ne durim të tradicionale. Dhe kemi majonezën, këtu do të shtoja vetëm një lugë lëng limoni, do të shtoj edhe pak një lugë vaj ulliri, domethënë që të më lidhet sallata. Në fund fare pastaj sigurisht që mund ta shoqëroj me kopër, me majdanoz të freskët, diçka domethënë për dekor. Bëjni sa më të thjesht, faktikisht. Ka e rënduar shumë e shije, po, ka mjaftueshëm aty. Nisim me njërë nga puna dhe të fitojmë kohën që na duhet për ta treguar edhe sallatën, se si ne do ta sjellim sot për të kombinuar fare mirë këtë fileton. Gjithmonë hedh pak lëng limoni tek pjesa e patateve, sepse edhe i bën mirë dhe e përthis në momentin që e hedhi. Ndërkohë, mua më njoftoi që kemi diku te 4 minuta kohë. Ja se mbaruam tani neve thjesht. Pjesën e kastravecit i heqim këto të mëdhajat nëse duam t'i vëmë. Ka ti do të të pres fileto apo do të ta lëmë? Po, do t'a presim. Ajo është gjithë lezeti. Ajo është lezeti gjithë, Anila, sepse... Pra që është kjo sallata ruse, një bashkimi të gjithave, thjesht neve tash duhet të kemi. Kush pret më mirë nga këto? Kjo e madhja? E madhja duhet të jetë. Ta kapësh me atë kapsen, Anila, mos të digjesh. Tani, për pjesën e majonezës, hedhim majonezën. Kemi vezët këtu tani që do të më duhet edhe mua njësë. I kemi, po duhet prerë. Kresi se i qërova, thash kuna i kom vezët. U vajo? Ja dhe pak do. Po duhet fikur soba. Se u lidha jo. Nuk kam besim të vetja për ta prerë bukur si shti do doja. Ja s'ka gjë vezët. Kemi drasën tjetër. Është dhe nëzet. I bëjmë ashtu si i bëni në natona, jo në dras. Po e lë një vezë të fundit, ajo që më duhet do shtoj pak vaj, edhe jep shkëlqim, por dhe e trazon, do me thënë reduktojmë majonezën. Tani tek pjesa e përzierës, dhe kjo sallatë është mirë, do me thënë ta bëjmë një ditë më përpara, dhe lëmë në frigorifer të qëndroj, dhe pastaj ta konsumojmë, do me thënë ditën tjetër. Krip kemi edhur edhe gjatë zjerjes, por sigurisht që duam dhe tani krip edhe piper. Ka ti kaq të holla apo i do më shumë? Jo, mirë i nëzore, Anila, shumë bukur. E kam thënë unë që ti të jepet për kuzhinë, je shumë e mirë në kuzhinë. Jo, mua në shtëpi më jepet, po këtu përparasysh nëse nuk e bën siç duhet, nuk e ka ta rregullosh. Dhe neve jemi gjithmonë në formën e dur, edhe neve s'është e thënë. Unë mendoj që ta shërbejmë gjysmën copë, kjo ka dashur të gatuhet akoma. Lëre një të plotën, edhe gjysmën do ta lëm kështu. Thjesht ka dashur ende të gatuhet sepse është një pjesë e mishit brenda. Është e vërteta në shumë vende e konsumojnë në këtë mënyrë. Më fal se të ndërpreva nga puna atë.
andej të vinte këtej, po s'ka gjë. Si rregulloj jo, nuk ka që rregulloj. Nëse ashtu Anila që të vendosim në radhë, të presim pak portokallit ta vendosim nga ana tjetër, të hequn këto. Të vendosim. Mendoj ta vendosë kjo sallat tjera. Tash që në shtëpi juve do ta lëni. Ta vëmë në këtë mënyrë. Të qëndroj dhe pastaj do ta keni gati për ta servirur. Mos e përzjeni shumë. Të ruajnë do me thënë formën edhe bizele dhe patate, të gjitha të duken të dallohen. Shiko tani ngjyra e jeshile e bizeleve. Do të trazoni lehtë sallatën, jo të thërmojnë patatet. Të salcën e hoqa, unë se është bërë. Ne, të salcën do ja hedhim lartë. Po, portokall të ndaj kështu në feta të holla dhe portokallin. Po, e t'i vëm nga të dy anët. Më duke se dhe sufle në kemi. Doni të vendosni, si të thuash, në të vendos tjetër, të presim dhe një vezë. Atëra, në fund nga ka mbetur edhe salca për t'ja shtuar dhe do ta kemi gati. Ndërkohë, Kati më duket se suflet janë gati. Janë gati. Sa e bukur dole. Thjesht, shodo me thënë, jo në atë të vendosim në forma në këto, neve e vendosim sa më thjesht. Tani, atë salcën që ne Ti heqim këto. Përgatitëm është kjo këtu, pra duhet jetë kështu e trash. Tani një. Pra, basi e nëtërën nga fura, fileto, e kulluam duke i hequr erësat dhe vendosim në një tenxhere. Dhe shikoni si kthehet në një salcë? Edhe, shiko, salcë e lidhur dhe që të marri shije të mirë salca, do dhe pak zgjallë. Të shkëlqej, kupton? E kuptoj. Po s'ka gjë tani, neve do të hedhim kështu. Ju në shtëpi, hidheni. Okej. Ti nxjerr edhe ato suflet? Po. Do nxjerrim të paktën një që ta ashtu, po asnjëra sa mori atë volumin e Po pse kanë marrë? E duhur. Kanë marrë, edhe kjo, këto dy të para kanë marrë goxha. Antipasta. Sa e mirë. Shikoni sa të bukura dolën pjatat dhe sa të shishme dhe sa festive. Të thjeshta dhe bukur, do me thënë thjesht dhe bukur, jo të ngarkuara. Ndjes. Po e marrë edhe një prej tyre. Nxirë gati që kanë qikë më shumë volum, Anila. Po, kanë. Kjo kanë për shumë. Ta vendosim të pecetën, të vendosim atë. Shumë volum nuk na mori, vendosim këmbikë. Po ndoshta kanë dashur mbushur pak më tepër, apo lënë Jo, duhet pak më tepër. Pse shishme duket? Duhet të rritet pak volumin, nuk është bërë tamam ashtu si do me thënë. Po ne duhet ta nxjerrim? Së është përfunduar sepse në radhë të parë duhet 190 gradë, që ta vendosin 190 gradë, dhe do ta lëni për 25 minuta. Ne nuk e lam aq, e tham që në fillim sigurisht që nuk e lam dhe tjetra pastaj dhe na mori këtë gjë, sepse i dham temperaturë të lartë. Ajo e do temperaturën që të vija vash ashtu si dhe keku. Edhe keku që do temperaturë të ullën 170-180 që të bëhet keku tamam i mirë dhe të rrisë atë volumin avash dhe të marri do me thënë atë fryrjen e duhur. S'kemi më kohë, jemi vonë madje, kështu që duhet të përshëndetemi dhe të themi të lumshënduar. Faleminderit shumë e dashur, faleminderit dhe ju të dashur anvisa që qëndruat me ne. Si që pat këto receta besot do t'jenë të vleshme për tryezat tuaja familjare, ndiqni këshillat tona dhe sigurisht që do dalin shumë më të mira nga ato që ne pregatitëm këtu në studio sot. Ju uroj një ditë bukur në vijim edhe për ty gjithashtu. Mirë takofshim nesër këtu me receta dhe ide të reja dhe sigurisht bashkë me yllin tim që më shkëlqen dhe më jep energji pozitive, Anilën zemrën time. Të lumshënduar, publicitet kemi tani.